Kanë mbetur edhe 3 ditë afat kushtetues që presidentja të vendosë nëse do të shpallë zgjedhje të reja apo do të mandatojë dikë për të formuar qeverinë e re. Njohës të çështjeve politike vlerësojnë se pas dështimit të mandatarit të parë që t'i sigurojë votat në kuvend për formim të qeverisë, opsioni më i mirë janë zgjedhjet e reja. Kjo legislaturë e dal nga zgjedhjet e shkurtit nuk prodhon zgjidhje të problemeve dhe nuk krijon qeveri të shëndosh të Kosovës. Prandaj, unë mendoj se edhe pas datës 5 nëntor, e që sigurisht që presidenti do të drejtohet edhe njëherë me kërkesë zotit Kurti që ta mandatoj ose që ta kandidoj një kandidat tjetër nga lëvizja vetëvendose, nuk besoj që edhe kandidati tjetër të bëj gjetjen e 61 numrave për të kryer një qeveri stabile ose një qeveri që i zgjidh disa probleme si është çështja e buxhetit e të tjerë dhe më pas ose të zgjidhet presidenti në afatet kohore të caktuara ose të shkohet në zgjedhje tjera. Sipas tyre, partitë politike duhet të reflektojnë dhe të bashkëpunojnë drejt një qeverie stabile që do ta nxjerrte vendin nga kriza institucionale. Partitë politike në Kosovë duhet që të bëjnë një zgjidhje, do thoya, që me kërkon interesin nacional, përmes një bashkëveprimi të arsyeshëm, sepse do të ishte fort e rëndësishme që të formojë qeveria që të procesojë në Kuvendin e Kosovës si projekt buxheti i vitit të ardhshëm, të funksionalizohen shumë institucione të tjera të cilat janë do të thoya pengi mos funksionimit të Kuvendit dhe në këtë mënyrë pastaj të përgatitemi si ta themi për një fazë të re që do të mëngjas do të jenë përsëri zgjedhjet. Presidentja e shtetit Vjosa Osmani duhet të caktojë një mandatar tjetër për formimin e qeverisë brenda 10 ditësh sipas afatit kushtetues, rrjedhimisht deri më 5 nëntor. PDK, LDK dhe AAK pas takimit me presidenten deklaruan se janë për mbajtjen e zgjedhjeve të reja, ndërsa kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti i ka kërkuar presidentes sërish takim para 5 nëntorit.